Vlonjatët me sa duket e kanë kthyer në traditë kryerjen e shpenzimeve të fundvitit të ditët e fundit. Ky edhe për shkak se shumë prej qytetarëve janë të angazhuar me puna apo edhe preokupime familjare. Të gjitha shpenzimet zgjedhin t'i kryejnë me automjet duke përdorur një të tillë. Kjo gjë ka bërë që në qytetin e Vlorës të rikthehet trafiku. Ashtu si edhe në vitet e mëhershme, në ditët e fundit të vitit, Vlora përjeton fluks në trafik. Përqendrimi i lartë i automjeteve në segmentet rrugore të qytetit ka bërë që rrugët të jenë mes trafiku të rënduar. E pamundur të qarkullosh me automjet në disa prej segmenteve rrugore të qytetit. Kjo situatë jo vetëm në rrugët kryesore, por madje edhe në ato dytësore të Vlorës. Me ardhjen e emigrantëve në qytetin e Vlorës, por edhe bërja e shpenzimeve të vitit të ri, ka sjell trafik të rënduar në qytetin e Vlorës. Shumë segmente janë të paktësueshme nga automjetet. Kujtojmë që vetëm ditët e fundit të vitit, duke nisur nga data 20, nga porti detar i Vlorës sipas të dhënave zyrtare, kanë bëritur rreth 5000 pasagjerë. Ata janë kryesisht emigrantë që vinë nga Italia, të cilët jetojnë aty prej vitesh, edhe vinë në qytetin e Vlorës për të kaluar festat e fundvitit, por nuk mbeten vetëm me kaq, pasi kanë bëritur me 10 qytetar edhe nga aeroporti i Tiranës, të cilët do të kalojnë pikërisht festat e fundvitit në qytetin e Vlorës. Situata pritet të jetë e tillë edhe për gjatë ditës së fundit të vitit, ditën e mërkurë, por edhe në ditët e para të janarit, ndërsa përfundimi i festave të fundvitit edhe largimi i emigrantëve nga Vlora në ditët e para të muajit të parë do të sjellë normalizimin e situatës në rrugët e Vlorës.